Rishit e dendura të shiut gjatë natës kanë shkaktuar problematika në disa akse rrugore në vend, ku janë evidentuar rënje gurësh, inerte, rrëshqitje dherë dhe prezencë ujit në rrugë, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Përmes një njoftimi zyrtar, autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se situata paraqitet problematike në disa segmente rrugore. Në aksin Qafdosh-Sevaster, qarkullimi po kryhet vetëm me një korsi për shkak të ngushtimit të rrugës si pasojë e dëmtimeve. Ndërkohë në aksin Vallare-Erin-Çajop ka rrëshqitje aktive dherash dhe rruga është aktualisht e bllokuar. ARSH-ja njofton gjithashtu se në aksin Korçë-Dardh janë konstatuar shkarje anësore të trupit të rrugës, ndërsa në aksin përmet Treurat në zonën e urës së Petranit janë regjistruar shkarje masive aktive dhe zgjerimi çarjes së rrugës deri në rreth 10 cm duke paraqitur rrezik për qarkullimin. Problemet të ngjashme janë evidentuar edhe në aksin Libras-Qafthan, ku ka pasur rrëshqitje dherash dhe punonësit janë në proces pastrimi për normalizimin e qarkullimit. Në aksin Dusha-Legbibaj, në orët e para të mëngjesit ka rënë një masiv shkëmbor, ndërsa qarkullimi vijon me kujdes të shtuar. Sipas ARSH-s, ekipet e mirëmbajtjes ndodhen në terren dhe po punojnë për pastrimin e rrugëve dhe eliminimin e rrezikut.